Një lojë e rrezikshme me armë zjarri është kthyer në një ngjarje të rëndë ku protagonistë janë 4 të rinj, njëri prej tyre i mitur. Riger Sylaj, 19 vjeç, kishte thirrur 3 shok në banesën e tij në afërsi të kthesës së Kamzës në orët e vona të mbrëmjes të së shtunës, ku kanë festuar me alkool. Në këto momente Sylaj nxori pistoletën që kishte pa leje dhe u tregon shokëve. Paditur se ajo ishte mbushur me plumba, ai nisi të bëjë shaka duke ia u drejtuar atyre. Fatkeqësisht Riger Sylaj shkrepi armën dhe plagosi me një plumb në kokë 17 vjeçarin, i cili ndodhet aktualisht në gjendje të rëndë për jetën në spital. Menjëherë pas kësaj 3 të rinj kanë marrë të miturin dhe kanë nxjerrë jashtë oborrit në banesë dhe kanë lajmëruar policinë dhe ambulancën. Në dëshminë e tyre paraprake kanë thënë se kanë qenë duke qëndruar në obor kur kanë dëgjuar të shtëna dhe një nga plumbat ka kapur në kokë shokun e tyre. Por efektivet e krimeve të rënda kanë patur dyshime se të rinjt nuk po tregonin të vërtetën dhe i kanë pyetur sërish dhe me pas ata kanë rrëfyer ngjarjen siç ndodhi. Në pranga ka përfunduar 19 vjeçari Riger Sylaj, i akuzuar për plagosje e rëndë nga pakujdesia, veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës dhe armbajtje pa leje. 2 të rinj të tjerë, përkatësisht 20 dhe 22 vjeç, akuzohen për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Autori i ngjarjes së rëndë Riger Sylaj është djali i një ushtaraku.